nuk tregon me gisht, a duhet të shqetësohem për këtë? Kjo është një nga pyetjet e shpeshta të mamave dhe unë dua ta sqaroj. Të treguarit me gisht është një mënyrë natyrale e komunikimit të fëmijës, nëpërmjet të cilës ai kërkon diçka, kërkon vëmendje, shfaq interes për objektet që e rrethojnë. Shpesh kemi parë fëmijë që ende pa ecur fillojnë të tregojnë me gisht, ose fëmijë që ndërkohë që hedhin hapat e parë, tregojnë me gisht objektet që i rrethojnë dhe kërkojnë që t'u emërtojnë me fjalë apo me tinguj. Kjo sepse të treguarit me gisht zhvillohet midis moshës 9 deri në 14 muajsh. Por ka fëmijë që e zhvillojnë edhe pas kësaj moshe dhe kjo është diçka normale që ndodh tek fëmijët, sepse ka fëmijë të cilët kanë më shumë interes ndaj lodrave ose komunikojnë me gjeste, me sy, me zë, kur realisht duhet të shqetësohen. Nëse pas moshës 18 muajsh fëmia ende nuk ka filluar të tregojë me gisht dhe nuk shfaq interes për objektet që rrethojnë, nuk ka ndërveprim me ju, nuk ndan vëmendjen dhe interes të përbashkët, atëherë është mirë të konsultoheni me një specialist zhvillimi. Por mungesa e të treguarit me gisht nuk do të thotë që fëmia ka autizëm. Çdo fëmijë ka ritmin e vet për të pjekur dhe për të zhvilluar mënyrat e tij të komunikimit. Ajo që është e rëndësishme para se të panikoseni është të vëzhgoni fëmijën, ta shihni fëmijën me dashuri dhe me intuit prindërore. Nëse do t'ju duhet të konsultoheni me një specialist zhvillimi, duhet ta shihni si një mbështetje dhe ndihmë për fëmijën tuaj.